Të nderuar bashkëvendas, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Duhet ta ndëgjoni një rrethim i cili vjen nga njeri i sinqert. Sapo mora një gjub 300 euro nga gjykatësi Besart mashtruesi kriminali, i cili kriminal ka ndrua emnin, ka dalë në Besart Prishtina. Besart Prishtina është djali i motrës gruas së Milushtakut, të cilin e ka prunë në Skënderaj, por në Skënderaj, as sërbt, as ta kriminal nuk kanë mujt me nxoven, as nuk kanë me mujt me nxoven. Besart Prishtina, djali i motrës gruas së Milushtakut, nga Stanovci Vushtrisë, nuk mund e zbudhë Sokol Halilin kriminalve. Do të dalë fitimtar kundër banda terroriste dhe gjykatësve kriminal e terrorist, si që është Besart Prishtina, djali i motrës gruas së Milushtakut, i cili ka ndru emnin për t'i trilluar Drenicaket. Prandaj ju garantoj se as Qazim Miftari, shpiuni, tradhtori, milici, i cili ka bashkëpunu me milicinë serbe në Skënderaj gjatë luftës, e as e Biatina, Shkina, e cila më ka orë me shtikla dhe më ka pengu në vendin e punës, nuk do ta mposhtin Sokol Halilin. Dhe ju baj apel autoritetëve publikisht, se në rast se familjet e Otbashve rrasën në teritorin motrës gruas së Milushtakut, une i baj apel t'i gjykatësi kriminal, terrorist, që t'largohet nga Skënderaj, se nuk do t'ja qetë në Skënderaj, të vjen e të manipulon qytetarët e Skënderajit. Jo një gjub 300 euro, apo një gjub 17.000 euro, po nuk ka furtë që e them Sokol Halilin. Kini më fut shumë shpejt në veprim. Shumë shpejt kini më fut nga fjalimi dhe mposhtja juve politike në veprime fizike. Sepse Besart Prishtina, kriminali, terroristi, gjykatësi, i cili vjen i dërguar nga sa Milushtaku në Skënderaj në gjykatën themelore, nuk mund e denon Sokol Halilin 300 euro, sepse jav kam përzon dashnoret e sa Milushtakit dhe i kam qu fjallë sa Milushtakit nonën kështu e kështu ta bonfsha. Nga këtu përsëriti sa Milushtakit, se nuk do të delsh fitimtar, edhe ku t'jam ledhi rrethin, krejt kime i pagu ti. Nuk mund e posh popullin e Drenicës, terroristi, kriminali, shoku Milana Dajqiqit sa Milushtakit. Andaj, qytetarët e Drenicës, kujdes se kur ma kesh nuk u ku Drenica se qëtash. Në dorën e kriminalve, në dorën e terroristve, i ka kop me gjykat, me prokurori, me ka krejt. Imagjinone, e bia shpionit, e bia Miftar, Qazim Miftarit, një far lavirje, ka ardhëm ka pengu në vendin e punës, duke kërku haraq, duke kërku të mdenan mu, edhe kum përzon. I kum dho hop edhe banit fola sa Milushtakit kështu. Gjykatësi, vllavi, djali i motrës gruas sa Milushtakit, Besart mashtruesi, Besart Prishtina, kanë rumbi emnin. Qyre që kanë bom? E kanë rumbi emnin, e ka qitë Besart Prishtina, me na trillu neve në Skënderaj. Prandaj nuk ka birë none që e ka bon nona, për ati haletin, fali shprehe që e thënë Sokol Halilin. 300 euro kanë me ku 300 milion. Nuk ja foli kitë pa drejtësi qetnikve dhe të bive qetnikve që të vinë e ta një losin vlerën e Drenicakve në Skënderaj. Kë i biri Shkinës do të me shku në Vushtretje, ku janë rancat, ku janë mashtrus, ku janë dallavergjit, po jo në Skënderaj. Nuk mund e them as Besart mashtruesi, po as sami terroristi Sokol Halilin. Qytetarët do të vdësohen se jena në dorën e terroristëve. Prandaj, unë jam i gatshëm, në çdo sekond, tjetës unë jam i gatshëm, del sa me terroristin të ma udhën mu, rehe me honën se hardush, rehe rukalt, rehe ren që shike re, po del sa me shkoll, sa me qetniki, sa me Serbia, del mund të ma udhën. E tim ke denu 17.000 euro njëherë, se 300 euro, po kime i pagu, kur ti paguish, kime hi ka hedon. Nuk ta qetë shkoj Shkinës ty me Sokol Halilin.
Nuk ta qetë. Edhe ka arë koha mu motën e ti. Ka arë koha se shkohet manevën e ti. Populli i Drenicës ka mu shiru nga terrorist si kur ti, nga kriminel, që e ke shkel edhe gjykatën, edhe prokurorin, edhe qeverin, edhe krejt. Por 300 euro kanë me të kushtu sa 300 milion. Se nuk mund e dënon ti me terrorist, me kriminel, me gjykat, spedera, pedofila. Nuk mund e dënon se kërë halilin. Por, çmim ka me të kushtu, 300 euro kanë me të kushtu 300 milion. Ta shohëm se kush po del fitimtar në fund krejt. E nga fjalimi do të futen në veprim për vetë mbrojtje. Do të vetë mbrohem. Se nuk shkon mo. Serbinë e kena hjek piktuit, edhe nuk mujnë të bite Serbis. Sa me terroristi, me u këshin terroristin, me haqe terroristin, nuk mujnë e poshtë Drenicën. Prandaj, rini shlije Drenica, këtemi zonë jam i gatshëm. Ma i gatshëm se kur, që vepra ime ndëgjohet gjithë Kosovën. Vepra ime tjetë lirit popullit tim, që popullim tjeton i lirë. Mos kem gjykas terrorist, mos kem politikan terrorist, e dikush dohet mi pagu çmimin. E aj do t'ja mun,